Është mëngjes herët, të gjithë po flenë, po unë sot dua të pi një kafe me ju, dua të festoj faktin që Norbert Jokli e ka kthyer gjuhën shqipe në fe, nga që ai ishte një hebre dhe e ka përjetuar dhjetën e vjetër. Norbert Jokli besonte që gjuha shqipe është një gjuhë e lashtë. Dhe vërteton që fjala me ngrënë në gjuhën shqipe është një fjalë indo-europiane. Mirë po Jokli nuk e dinte që janë formuar emra nga fjala me ngrënë në gjuhën shqipe. Dhe në gjuhën shqipe aoristi është hangra dhe gjuha shqipe i krijon foljet infinitivin nga aoristi. Hangra, kjo mbaresë me a, është mbaresa e kohës së kryerës së thjeshtë të dialektit epik të folur nga ilirët. Është dialekti i poemave të Homerit, atje ku nuk përdoret forma e trajtës së shquar. Dhe është krijuar emri i lumit ilir, Hangros, gëzuar. Pse është ky emër shumë i veçantë? Sepse në gjuhën greke është ho, hangros, dhe në gjuhën ilire është hangros, pa trajtën e shquar, një lloj si fjala brini, ho brindos, në gjuhën greke është brindos, në ilirisht. Po ashtu varka, ho lembos në greqisht, është lembos në ilirisht. Dhe ky është zbulimim, gëzuar. Në qoftë se Jokli provoi që gjuha shqipe është gjuhë nostratike, gjuhë primordiale, atëherë nëse gjuha shqipe do kthehet në fe dhe ne do braktisim të gjitha fet e tjera, do mbështetjem vetëm fen e gjuhës shqipe, atëherë dhjata e gjuhës shqipe është vepra e Herodotit, një njeri që ka qenë i dashuruar me ilirët, aq sa është figura më e urryer e lashtësisë tek grekët e sotëm. Të gjitha emrat që ne i kemi, të lumenjve ilir, të maleve ilire, i kemi nga Herodoti, i dashuruar me ilirët, aq sa ai u sërgjunos në Italinë e Jugut. Nuk vinte dot në Greqi, një lloj siç nuk vi dot unë në Shqipëri, sepse unë kam provuar lidhjen e shqipes me greqishten, rastësisht. Jo sepse doja, mua s'më lidh asgjë me grekët, fare. Unë nuk kam takuar një grek në jetën time, nuk kam qenë kurrë në Greqi, dhe konkluzionet për gjuhën greke kanë dalë nga fjalori i gjuhëve indo-europiane. Pra, Jokli besonte që shqiptarët janë bijtë e ilirëve. Atëherë del që gjuha shqipe nuk është formuar në shekullin e 5 të erës sonë. Zbulimet e Herodotit tregojnë që gjuha shqipe është vërtet motër e greqishtes. Vepra e Herodotit është dhjata e gjuhës shqipe. Gjuha shqipe është kthyer në fe, në gjuhë të shenjtë. Nga Jokli dhe nga unë. Ta shikojmë bashk, sepse serbët do të çmenden nga xhelozia, sepse ky është lum në Serbi, është lum me emër shqiptar. Nuk ju bën përshtypje pse heshtin mediat serbe dhe mediat greke për zbulimet e mia madhështore. Unë kam e mira ndjekës në faqen Akademia Edu, dhe këta ndjekës janë shkencëtar, jo njerëz të thjeshtë. Pse janë mahnitur ata kaq shumë nga unë? Sepse unë kam regjistruar fjalë të gjuhës ilire që vijnë nga Shqipja në veprën e Herodotit. Ky është fjalori i gjuhëve indo-europiane dhe këtu është rënja e fjalës me ngrënë, që është në të gjitha gjuhët indo-europiane.
Vetëm në gjuhën greke ka ndryshuar. G-ja nistore është labializuar në b. Pra, boros në gjuhën greke ka kuptimin që ka dëshirë të haj shumë. Në gjuhën shqipe ka mbetur me g, me ngrënë. Në gjuhën armene ka mbetur me k, me kuptimin ushqim, me kuptimin e fytit. Dhe auristi shqipes është hangra. Këtë e kam shtuar unë, Jokli këtë nuk e vendosi. Dhe në gjuhën greke kjo është bërë b nistore, bora. Pra ka kuptimin e ushqimit. Tani, lumi hangros ka dhe kuptimin e zorrës, si që shikoni. Dhe ky është zbulimi i Joklit. Është një zorë e madhe, hangros, që të ha, është një lloj përbindëshi, një dragua. Edhe në variantet të tjera të ilirishtes, emrat e lumenjve dalin si emra dragonjsh. Pra hangri është dragoj. Në latinisht është angros, pa h nistore, po ka qenë me h si në shqip edhe në ilirisht. Si që shikoni, Straboni e nxjerr pa formën e trajtës së shquar hangros potamos. Është e madhërishme. Dhe i tregon që është pikërisht tek lumi i Moravës së sotme. Lumi i Moravës së sotme që është e Brongus në gjuhën greke. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Pra tashmë u mor vesh nga vjen emri i lumit të Moravës në Serbi. Dhe dega kryesore që e ushqen vjen nga fjala ushqehem në gjuhën shqipe. Hungry. Sipas Herodotit, ky emër madhështor vjen pikërisht pranë luginës së tribalëve, që është një emër shqiptar i pastër. Triballoj. Është origjina e emrit të nënës së Skënderbeut, Tribali. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, sepse Herodoti thotë që tribalët ishin thrak, domethënë dhe thrakët flisnin një dialekt iliro-shqiptar. Pra mu në zemër të Serbisë është emri i lumit Hungry, emër shqiptar. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Nuk mund ta mendoni se sa e bukur është kjo, sepse në gjuhë slave g-ja nistore ka dhënë tingullin zh. Po zhëreti do të thotë me ngrënë në gjuhën slave kishtare. Është edhe në gjuhën polake zhreq, me ngrënë. Pra g-ja është bërë zh në gjuhë slave. Pra hungry është e pastër shqipe. Të dashur shqiptar, ky është një nga zbulimet më madhështore të bëra ndonjëherë me ndihmën e Joklit. Po të mos ishte Jokli, këtë zbulim unë nuk do e kisha bërë kurrë, dhe se ka bërë njëri, nuk e ka ditur njëri deri në ditën e sotme që hungry është lum nga gjuha shqipe në Serbi. Mund të qani, mund të gëzoheni, bëni ç'të doni, por është një mrekulli e vërtet. Dhe si që shikoni, këtu është dhe varianti deiro dhe deire, varianti epik dhe jonik. Pra këtu mund të futet dhe fjala deuri, do ta fus tani, nuk e dija. Pra fisi i lirë deuro ka pikërisht të njëjtin emër si hungry, vjen nga e njëjta rënjë. Ta shënojmë bashkë sepse këtë nuk e dija. Kjo u bë gjatë regjistrimit të filmit, për atë Zot që është në qiell. Ta bëjmë bashkë.
Pra, siç e shikoni, gjuha shqipe është shumë e lidhur me gjuhën greke. Fisi I lirë Deuri e merr të njëjtin zhvillim fonetik si fisi I lirë Hungry. Pra Deuri është varianti grek dhe Hungry është varianti shqiptar, janë të dyja variante dialektore. Ky zbulim është bërë para kameras, para jush, pra të Zot që është në qiell, kështu I kanë bërë të gjitha zbulimet gjatë regjistrimit. Është shumë madhështore. Kjo është për të qarë kjo që ndodhi. Sa po pija kafe në mëngjesit. Dhe regjistrova lumin hangros, që Herodoti thotë është I lirë. Është e lidhur me fjalën me hunger në shqip. Lumi përbindesh. Lumi në formën e zorës. Që të ha një dragua. Kështu janë emrat e lumenjve edhe në vendet të tjera në Iliri dhe në Greqi. Dhe tani, kjo është e madhështore, emri Deuri nuk është shpjeguar kur deri më sot nga askush dhe ngjan me fjalën deiro dhe deire në dialektin jonik, që është përdorur në poemat e Homerit. Ka kuptimin fyti, gusha, e njeriu që ha, bullafiq, gush trash, është një sharje, nuk ka gjë, ne na pëlqejnë sharjet helene. Deuri do thot lupës në greqisht. Do me thënë në këtë greqishte të folur pranë ilirëve. Ilirët dhe grekët janë vëllezër. Gjuha shqipe nuk është e shekullit të 5 të erës sonë. Pse do thoni ju? Atëherë I bie që gjuha shqipe të jetë jo e shekullit të 5, por e shekullit të 19. Përse? Sepse në fund të shekullit të 19, gjuha shqipe është shkëput nga gjuha turke. Pra po të llogaritësh fjalët që kanë ardhur nga turqishtja, atëherë gjuha shqipe është e shekullit të 19. Më keq akoma, gazetarët shqiptar para syve tanë këto 30 vjetët e fundit kanë futur me qindra fjalë nga anglishtja në gjuhën shqipe, për shembull fjala vetting, do të thotë përzgjedhje. Dhe këtë ka futur Spaku, e ka prishur gjuhën shqipe. Atëherë I bie që gjuha shqipe është formuar në vitin 2025. Pra nuk ka gjuhë shqipe, pse? Sepse tani janë futur këto fjalë nga Spaku. Fjala vetting. Përzgjedh. Atëherë, ne nuk pas kemi gjuhë shqipe sepse Spaku po fut fjalë të reja në gjuhën shqipe dhe gazetarët shqiptar, analistët e neveritshëm që paguhen nga qarqet greke. Pra, me qira fjala, Spaku ka bërë grush shteti para syve tanë dhe asnjë nga shqiptarët nuk emocionohet fare. Na është bërë lëkura në e trash fare. Nga goditjet që na kanë dhënë grekët, neve me kamzhik, me shekuj, na është trashur lëkura, s'na bën përshtypje asgjë. Në një vend tjetër do e kishin përmbysur Spakun me kohë për këtë që po I bën popullit shqiptar. Gjoja po na ndihmojnë neve dhe po krijojnë zhdukjen e shtetit shqiptar. Është një vegël në duart e gringove dhe të lobit grek në Amerikë. Por grekët e sotëm nuk kanë lidhje fare me helenët e madhërishëm që ata na kanë sjellë gjuhën shqipe dhe emrat I lirë. Po të mos ishin autorët grek, ne nuk do kishim asnjë emër I lirë sepse janë ndryshuar në serbisht sot, nga slavët. Pra hangros ka kuptimin e zorës, ka kuptimin e fytit, ka kuptimin e një njeriu lupës. Pra Deuri janë lupës në greqisht. Është emër sharës për ilirët, nuk ka gjë. Faleminderit grekëve kur neve na shajnë me fjalët më të pista. Tregojnë që ne jemi autokton. Pra logjika që disa fjalë janë futur nga latinishtja në shqip në shekullin e 5 të erës sonë, nuk do thotë që gjuha shqipe është krijuar në shekullin e 5 të erës sonë. Unë kam thënë këtë për një arsye të vetme, që të elektrizoj pak shqiptarët sepse nuk kanë asnjë lloj interesimi për gjuhën shqipe. Kur I thua atyre që është formuar në shekullin e 5 të erës sonë, ata elektrizohen dhe nga njëherë zemërohen dhe fillojnë dhe studiojnë filmat e mi dhe kështu ka lindur interesi për gjuhën shqipe.
Po të thua shqiptarëve që jeni të mëdhej, jeni të madhërishëm, atëherë ata merren vetëm me turbo-albanët. Pra ky ka qenë qëllimi im. Nuk ka rëndësi se çfarë them unë gjatë filmit, rëndësi ka zbulimi. Shënimet poshtë filmit janë më të rëndësishme se sa vetë interpretimi im. Dhe shënimi i filmit thotë kështu: Herodoti ka zbuluar emrin e lumit Hangri, që në greqisht është Hangros. Vjen nga fjala shqipe me ngran, nga auristi hangra. Në shqip, por dhe në dialektin atik është një lloj, e një tambaresë. E kohës së kryer të thjeshtë si në shqip. Edhe në gjuhën e Herodotit. Kështu është. Duhet të shikoni filmat e mi të tjerë për Herodotin. Pra unë e dua Herodotin sepse ai ka folur për shqiptarët. Kjo është arsyeja. Grekët e urrejnë Herodotin sepse ai ka folur për ilirët. Pra ka dhe grek të mirë, si Herodoti. Unë do t'i quaj këta grek filo-ilir, të dashuruar me ilirët, që sot ka lindur ky term dhe do mbetet përjet në gjuhësi. Përfundimisht, nuk ka asnjë lloj rëndësie interpretimi im gjatë filmit. Unë emocionohem, mund të them gjëra të ndryshme. S'ka asnjë lloj vlere interpretimi. Ore fjala e shkruar Hangros, emër i lumit i lirë në luginën e tribalëve, fisi i nënës së Skënderbeut, që duan të na e bëjnë neve grek. Skënderbeu është i lidhur me tribalët, që ishin të shtrirë pra deri në Serbi, fisi i madh i lirë. Lugina e tribalit, tribaloj, është fjalë shqipe e pastër, nga fjala tri. Është femëroria tri, një lloj në gjuhën tribale dhe në shqip. S'ka ndryshuar fare. Dhe atje është lumi Hangros. Kjo është e rëndësishme. Sa them unë që ka lindur gjuha shqipe në shekullin e 15, në shekullin e 5, në shekullin e 7, ç'është rëndësi ka? S'ka asnjë lloj rëndësie, fare. Lumi Hangri, ai është i rëndësishëm. Fjala shqipe me ngran, që gjeti Jokli, ajo është e rëndësishme. Pra duke ecur në gjurmët e Joklit, unë kështu i kam bërë të gjitha zbulimet e mia, gëzuar të dashur shqiptar, është zbulimi i madhërishëm. Duhet ta festojmë këtë ditë, është ditë e veçantë. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.